10 banorë të njësisë administrative Manës kanë kundërshtuar vendimin për prehjen e një prej anëtarëve të komunitetit iranian që jeton në atë zonë pranë varrezave të zonës së tyre. Ata pretendojnë se ky akt është kryer në fshehtësi të plot, pa kërkuar mbështetjen apo mendimin e banorëve të zonës dhe janë vënë në dieni të kësaj situate ditën e djeshme gjatë ceremonisë së zhvilluar për ndarjen nga jeta të një bashkëqytetari të tyre. Banorët kërkojnë sqarimin nga instancat shtetërore që të mundsojë këtij komuniteti një sipërfaqe të posaçme që të identifikohet për ta, pasi varrezat aktuale kanë sipërfaqe jo të mjaftueshme për banorët autokton dhe jo për shtetet të tjerë ardhur rishtazi në vendin tonë. Ne kemi respekt sepse janë njerëz që të vuajtur kanë ardhur për hallin e tyre, por ama për momentin që kanë bërë këtë gest nuk na pëlqen, sepse konkretisht ato të gjejnë vend të tjetër të duhur për personat e vet. U varros një direktor, një fshatar jon, edhe u habit kur pa më. Ne jemi popull i madh, manja vjetra, minera, jemi shumë popull me këtë varrezë, edhe kështu që s'del vend më. Ata po varrohen shumë. E ka lidhur shteti, me foto atje. Shteti ka tokë dush, edhe ta çojë atje të varrosin atje. Po sa atje mëna ku kanë marrë tokën? Kam shtëpi dhe grua thotë 2 orë me ato për lëndë, edhe me flamuj po varrosen një njerëz. Po këtu kam non, bab, gjyshen gosë në gjatë vllanë, domethënë. O ti ikim ne prej këtij vendi të vinë ato. Tu alirojmë me gjithë shtëpia. Ne këtu kemi varros. Gjyshe, babë, nonë, vëllezën, a kuptoti. Të shi ne kemi pranuar, mirë më ka qenë kur për ne këtë të ardhmit. I varrosin këtu. Kështu vin ata, jo se kemi prej notën, a kuptoti, po. Ata siç kanë ble vendin që kanë bën ndërtesat, deri në varrezë, nuk është një problem i madh. Ndërkohë një përfaqësi e banorëve të Manzës patë një ballafaqim edhe me përfaqësues të komunitetit iranian, të cilët i pohuan se ishin pajisur me leje nga autoritetet lokale deri në blerjen e një parcele që do të jetë posaçërisht për ta. Nuk jam pasani, nuk jam miliardar, ju afal 2 milion tokë, 2 miliardë tokë. Pse ju duhet të bëni gjona të shehuri? Pse duhet mene? A keni ardhur me jetues njerëz? Sepse ne bashkuja e drejtës bashkësh me ne e një letrot për të lirë. E ka lejuar Banorët e Manzës ngrenë edhe shqetësimin e trajtimit të diferencuar që bëhet mes tyre dhe iranianëve nga qeveria, sa i takon furnizimit me ujë dhe energji elektrike. Ato kanë ndërhyrë ujë, kanë ujë 24 orë. Ujë 24 orë non stop. Zona s'ka ujë me pi 7 minuta ujë, po pin ujë me krym dhe ujë me nyrshk. Drita 24 orë ato, pensioni plot, zona s'ka as drita asgjë. Ta blen tokën negocoj me fshatarët. Kjo është një provokim shumë i rëndë që është bërë banorëve të zonës. Burimi pranë degës së shërbimeve në bashkinë Durrës bën të ditur se njësia administrative e Manzës duhet të paraqesë atyre një kërkesë lidhur me përcaktimin e një vendvarrimi për komunitetin iranian që është vendosur në zonë. Deri më tani nuk janë kryer procedurat dhe kjo është parë si një zgjidhje provizore, por jo e përhershme.